Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falëndrimet dhe lëvdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, krijuesit të gjithë botrave, meritori për të qenë Zot dhe për t'u adhuruar si Zot. Mirësi dhe bekimet e tij dhe salavatet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe pejgamberin e tij, mbi më të mirin që ka ecë mbi sipërfaqen e tokës, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Do doja ta nisja fjalën time me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e muslimanëve, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe begatitë e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi çdo që Zoti e ka të lidhur në zemrën tuaj, Zoti lëshof mbi të paqe dhe mëshirë. Amin. Faktikisht unë jam një hoxh si gjithë hoxhallarët e tjerë, nuk kam asgjë më shumë se sa hoxhallarët që janë prezent, se sa hoxha që është dhe Nikoqiri, hoxha Xhepi, Zoti e shpërbleft edhe ruajt, i cili faktikisht nguli këmbë, e ky që e ka shumë i vështirë kur ngul ka këmbë. E boka të kryer, s'ka, do të vish edhe mbaroj historia. Zoti e shpërbleft me xhenet, e Zoti e nderoft. Faktikisht ardha hoxhallarëve të ndryshëm ndryshon atmosferën. Faktikisht janë të njëjtat gjëra që thuhen. Dikush i thot ca jetë përpara, dikush i thot mbrapa, dikush i thot sa hadithe më ndryshe se sa tjetri, po faktikisht është i njëjti burim, është e njëjta dije, thjesht artikulohet ndryshe dhe bën atë ndryshimin dhe bën atë të veçantë ndoshta dhe karakteristikën nga hoxha në hoxh. Përndryshe ne jemi elhamdulillah nxënës dije, jemi të gjithë njësoj dhe nuk jemi në atë grad siç e përmeni hoxha, po dashnia e verboj dhe më lavdroj më shumë sa ç'duhet. Zoti e shpërbleft. Faktikisht kjo është një mirësi e madhe. Unë sot kam vizituar këtë xhami, këtë qendër të dritës, të mëshirës dhe të begatisë së Zotit. E kam vizituar në detaje dhe më të vërtet jam kënaq dhe jam mbush. Elhamdulillah, u kënaqa dhe jam edhe më i kënaqur akoma kur e shoh që kjo xhami, kjo shtëpi e Zotit mbushet plot dhe s'kemi as unë dhe as ju as një qëllim të kësaj bote për çfarë jemi mbledhur. Kemi ardhur për hatër të Zotit, kemi ardhur për të përmendur Zotin, kemi ardhur për të kujtuar mirat e Zotit ndaj nesh, dhe nëse ka në këtë botë xhenet, o vëllezër dhe motra të nderuara, ky është xheneti i kësaj bote. Njerëzit ulen, përmendin Zotin, kujtojnë Zotin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse kaloni pranë kopshteve të xhenetit, mos ikni pa ulur pak në këto kopshte të xhenetit. Tha pejgamberi i Zotit, e cilat janë kopshtet e xhenetit në tokë, tha vendet ku përmendet Allahu. A e dini jo vëllezër se ne besojmë në atë që quhet bota e ghaibit, bota e të fshehtës, mbi ne ka me lajke, mbi me lajket ka me lajke, mbi me lajket ka me lajke, mbi me lajket ka me lajke, dhe i madh Zot. E Zoti i pyet me lajket për çfarë janë ata njerëz ato atje poshtë. E Zoti i madh e din shumë mirë sepse jemi mbledh. Me lajket i thonë o Zot, janë mbledh ata njerëzit atje poshtë për të përmendur ty. Po Zoti i thotë, pa kanë parë mua njerëzit që më përmendin, thotë jo Zot, s'kan parë. I thotë Zoti më po sikur nuk kishin parë mua ata njerëz. Thonë me lajket, o Zot, nuk ka dyshim që do të përmendeshin edhe më shumë. Pa të pa dhe po të përmendin. Tha Zoti i madh, i thotë me lajket, çfarë duan, çfarë kërkojnë? Çfarë interesi kanë? Thonë me lajket, o Zot, duan vetëm xhenetin. Zoti i din shumë mirë përgjigje. Po pyet me lajket për dëshminë. Duan xhenetin, pa e kanë parë ta xhenetin që po duan xhenetin dhe kërkojnë? Tha jo, Zot, s'e kanë parë. Po sikur ta kishin parë.
Thanë me lajket o Zot, ta këshin parë xhenetin njerëzit, do ta kishin kërkuar pa pushim. Thotë madhe Zot, po çfarë i tremb ata, çfarë kanë frikë? Thanë me lajket o Zot kanë frikë zjarrit të xhenemit. Dhe kërkojnë mbrojtje që t'i ruajsh prej zjarrit të xhenemit. Më tha Zoti, po e kanë parë xhenemin ata ndonjëherë? Ai se kanë parë, thjesht e kanë besuar se e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po sikur ta kishin parë, tha Zoti, thanë me lajket o Zot, nëse ata do ta kishin parë zjarrin e xhenemit, s'do të pushonin së kërkuarin mbrojtje teje që t'i rush prej zjarrit të xhenemit. Atëherë Allahu ju thot me lajket, o me lajket e mia, ju bëj juve dëshmitar se i kanë falë gjithë, do t'u jap xhenetin e do t'i ruaj këta njerëz nga zjarri i xhenemit. Me lajket tanë, o Zot, o Allah, po aty kishte ardhur njëri se e kishte marrë një shok me vete. Ishte ul njëri se e kishte zonë turpi. Tha Allahu xhella xhelaluhu, mëshira ime kur derdhet me i dhën, nuk përjashtohet askush. Elhamdulillah që Zoti na ka mundsuar që të notojmë në mëshirën e Tij dhe të fladitemi me mirësitë dhe me begatitë e Tij. E ky takim sot, kjo ndëjtje sot është një mirësi e Zotit e madhe ndaj nesh, sepse është Allahu xhella xhelaluhu dhe kënaqësia e Tij ajo që neve na ka mbledh, po është dhe diçka tjetër. Allahu ka dashur që ne të jemi këtu sot. Ne jemi mysafirë të Allahut, ne jemi të ftuarit të Allahut, ne jemi të zgjedhur të Allahut që Zoti na ka sjellë këtu. Vallahi billahi, pasha Zotin e madh, po mos na donte Zoti afër, nuk do të ishim këtu sot. Po na do ai neve, na i ka lehtësuar punë, na i ka pru gjonat, programat në atë formë që ne të vim sot këtu se ai na do. Elhamdulillah. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Falënderimet i takojnë Allahut i cili na udhëzoi në këtë fe dhe në këtë besim. E falenderojmë Allahun i cili na e qeli syt. Ka më zgjuar se sa ne, por nuk janë akoma në Islam. Po ka edhe më të pasur se sa ne, po akoma nuk janë në Islam. Dhe ka më të mençëm se sa ne, po nuk ka edhe më të pasur se sa ne, po nuk janë në Islam. Ndoshta ka edhe më të bukur se sa ne, po nuk janë në Islam. Allahu ka pa diçka ke ne. Allahu na ka bërë këtë dhuratë, Allahu na ka falë këtë amanet. Elhamdulillah, falënderimet i takojnë të madhit Zot, se ne tek ai e kemi shpresën. Dhe ati ja kemi rexhan se nuk do të na tradhtoj dhe do të na japi më shumë se sa ne i kërkojmë. Ashtu siç thot Zoti në Kur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Ju ka dhënë Zoti çfarë keni kërkuar. Po ti mendojsh gjona, çka ke pas dëshirë në jetë, ti ka dhënë Zoti të gjitha. Në përgjithësi. Edhe nëse nuk ta ka dhënë diçka, nuk ta ka dhënë sa i e di se të bën dëm. Se po ta jepte ndoshta nuk ka qenë më hajrit për ty, kështu që ta vonon. Ose ta kompenson me diçka tjetër, që ti më vonë e kupton thuaj, "Oh, shqyqy që s'nodhe ajo që desha unë, po nodhe kjo tjetra dhe jam këtu ku jam sot." A nuk na ndodh shpeshherë këtë neve në jetë? Kemi ndërmend diçka, nuk realizohet. Bëjmë diçka tjetër dhe është më e hajrit se sa ne që kemi menuar më herët për të mirën e vetes tonë. Për këtë arsye, tregohet se Imam Shafiu rahimahullahu taala ka thënë, sikur njeriu t'i jepej mundësia të shifte kaderin e vet. Sikur t'i jepej mundësia për të zgjedhur kaderin e vet. Dhe anasht kishte kaderin e Zotit, do të kishte zgjedhur për veten e tij kaderin e Zotit, jo çfarë mund dëshironte ai për veten e tij. Sepse ai e kupton se Zoti nuk ka zgjedhur për të vetëm se më të mirën e mundshme. Pavarësisht dhimbjes, pavarësisht sikletit, pavarësisht vështirësisë, pavarësisht Allahu xhallal xhelaluhu do për ne më të mirën. Elhamdulillah. Dhe kjo që ne jemi sot këtu, që u bë sebeb hoxha dhe kryesia e kësaj xhamie, është për mirësive të Zotit, është për dashurisë të Zotit, është bekimi i Zotit ndaj nesh dhe e falenderojmë Zotin pafund që na mundson të gjërat mia të bëjmë bashkë. Elhamdulillah. Faktikisht tema për cilën do të flas sot, siç e përmendë edhe hoxha, është thelbi. Bërthama. Po që bërthama dhe thelbi në rregull dhe rrënja në rregull, rregullohen edhe të tjerat.
Sikur çdo gjë të jetë në rregull, në momentin që qendra, në momentin që bërthama, në momentin që thelbi është i prish, do vijë një moment që do të shkatërrohet edhe do të prishet. E kjo është vëllezër dhe motra familja, që Islami faktikisht i ka kushtuar rëndësi të veçantë dhe ne do të shohim sa ajete kuranore, sa hadithet pejgamberit alayhis salam rrahin në këtë temë, orientojnë në këtë temë dhe këshillojnë dhe zgjidhin problematikat që rrahin pikërisht në këtë temë. Kur themi familja, termi familje nuk kupton familjen e madhe të njerëzimit, që ne jemi të obliguar që të bëjmë sa më shumë mirë, sepse njerëzit janë familja e Zotit në tokë, nuk thonë Zot. E më i miri e Zotit është ai që bën më shumë të mirë për njerëzit. Por ne nuk po flasim për këtë familje sot. Kemi edhe familjen e besimit. Familja e besimit, të gjithë muslimanët dhe besimtarët e vëllezër. Pejgamberi alayhis salam tha: "Selmanun minna ahlul bejt." Selman Persiani, Selmani ishte njëri prej sahabëve që kishte pranuar Islamin. Selman Persiani është prej nesh, familja e profetit alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye kur themi ne Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, si përkthehet: O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij. Fjala dhe familjen e tij na përfshin edhe neve. Se familja e tij është familja e tij e ngushtë dhe familja e tij e madhe, që jemi ne gjithë muslimanët, jemi familja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ne edhe për këtë nuk do të flasim sot. Kemi edhe një familje tjetër që është familja e gjakut. Familja e komësisë, siç themi ne shqiptarët, kudo që janë, i kemi vëllezër. Po edhe për këtë nuk do të flasim, nuk është kjo tematika për cilën do të flasim sot. Ne do të flasim për një grupin shoqëror më të ngushtë, që i lidh martesa e një mashkulli me një femër, ose që i lidh gjithënia, ose që i lidh krushqia. Ky është kuptim, ose në fakt edhe gjaku, që i lidh gjaku ose krushqia, pra grupi më i vogël shoqëror që lidhen për shkak të martesës së një mashkulli me një femër, ose për shkak të gjakut, ose për shkak të gjithënies, ose për shkak të krushqisë. Po unë do të flas për më të ngushtën, për këtë që quhet familja, ku ka një burr dhe një grua, prindër dhe fëmijë, vëllezër dhe motra. Për këtë po flasim ne sot, inshallah taala. Dhe në pjesën e fundit do të fokusohemi tek dy shtyllat më të rëndësishme, që janë dy bashkëshortët me shpresën e të Madhit Zot. Islami familjen e trajton si diçka të mrekullueshme, mrekulli dhe argument. Krijimi i një familje është argument se ka Zot, thot Allahu në Kur'an. Po si? Mënyra se si krijohet familja, mënyra se si Zoti më ka vu lidhje, ka vu dashni, ka vu dhimbshuri, ka vu përjetim. Është mrekulli, nuk mund të jetë kjo me logjik, nuk mund të jetë kjo me matematik, nuk mund të jetë kjo me programim. E ka vu Zoti, është mrekulli e Zotit. Për këtë arsye tha Zoti: "Wa min ayatihi", prej argumentave dhe mrekullive se ka Zot. Shif si formohen familjet, shif si bashkohet një çift, shiko si krijohet një familje, shiko si krijohet një familje tjetër, shiko si krijohet familje, si vazhdon jeta në tokë. Kush është ai i cili e ka bërë ta atill? Cila është formula? S'ka formulë. Si ndodh? E ka shkruajt Zoti. Si? Sekreti i Zotit. Kjo dashni që është fut në familje, kjo dhimbshuri, e ke parë ti nënën e cila nuk flen gjumë për me net të tëra, pse fëmia ka temperaturë. Ç'është kjo më vëlla? Si e ka emrin? S'ka emër. Mrekulli. Si lidhen dy njerëz, deri dje ndoshta nuk shifnin njëri tjetrin me sy, ndërsa sot e tutje i besojnë njëri tjetrit gjithçka. Nuk ka koment tjetër, vetëm se është Zoti i Madh, ai i cili e ka
krijuar këtë gjë të mrekullueshme dhe do të vazhdojë jeta në tokë. Pse? Se Zoti ka gjykuar që të ketë jetë në tokë deri në ditën e Kiametit. E po mos ishte kjo mrekullia e familjes që duan ta shkatrojnë, që duan ta shpartallojnë, që ta zotërojnë më mirë individin, ta kenë më mirë në sundim, që ta sklavërojnë më mirë. Atëherë nuk do të kishte më njerëz në tokë. Do të urej shtimi i popullsisë, nuk do të kishte më vitalitet dhe do të mbyllej gjithçka. Jo, plani i Zotit është që do të ketë njerëz mbi sipërfaqen e tokës deri ditë Kiametit. Çado planësh që bëjnë, pandemie, me çfarë bëjnë, ku dëgjojnë etj etj, në fund fare thonë mos, që ka shtuar edhe 200 milion njerëzimi. Zoti pra, shpunë e Zotit, marrë historia. Pra e ka trajtuar Allahu xhelle xhelalu dhe Islami familjen si një mrekulli të Zotit. Atë mbajtja e familjes të jep pjesë e kësaj mrekullie dhe mirësie të Zotit. I madhi Zot, Allahu xhelle xhelalu, familjen e ka nisë qysh në xhenet o vëllezër, dhe e ka zbrit në tokë dhe do ta kthej prapë në xhenet. Ademi alayhi salatu selam, ai mungon gjon njeriu në xhenet, si mungon gjon njeriu në xhenet? Asi gjon nuk mungon njeriu në xhenet. Thot Ademi alayhi salam ju bë xheneti monoton. Ju bë xheneti rutinë. S'po e shijon të më xhenetin. E Allahu xhelle xhelalu krijoi prej tij bashkëshorten e tij, familjen. Pra edhe xheneti ka kuptim tjetër kur ka familje. Po jeta e kësaj bote, me sprova, me halle, me siklete, po s'pat njeriu familje çmendet. Po s'pat njeriu familje tjetërsohet. Familja është i vetmi projekt që është edhe në këtë botë dhe vazhdon edhe në xhenet. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, i bashkuan me familjet e tyre në xhenet. Kështu që në xhenet më i miri i familjes i merr gjithë me vete lart. Dikush mund të jetë në shkallën e parë të xhenetit, dikush mund të jetë në shkallën e dytë të xhenetit, dikush mund të jetë në shkallën e tretë të xhenetit, dikush mund të jetë në gradën më të lartë të xhenetit dhe i merr gjithë familjarët e vet atje lart. Pse? Sepse banorët e xhenetit që janë lart nuk zbresin dot poshtë me taku të dashur, sepse banorët e xhenetit që janë poshtë nuk ngjiten dot lart në shkallat e larta të xhenetit për të takuar ato që janë lart, ata që janë lart mund zbresin poshtë. E ai që është lart nga një familje i tërheq gjithë me vete atje lart. Pse? Sepse kuptohet që lidhja e tij me familjen do të jetë shumë e fortë, kështu që Zoti ja lehtëson punën dhe ja çon gjithë familjen atje lart. Për këtë arsye dhe shejtani është në shkatrim të familjes. Plani për shkatrimin e familjes është plani i shejtanit. Dhe plani për ta ruajtur familjen është plani i Zotit. Kështu që çdo njeri që jep kontributin e tij për ta mbajtur familjen, për ta ruajtur familjen, sakrifikon për familjen, faktikisht ai është në rrugt të Zotit. Ai është duke bërë faktikisht xhihad, luftë shenjtë, se po man atë që don Zoti. E kjo punë nga njëherë kërkon sakrificë, nga njëherë kërkon kontribut, nga njëherë kërkon harxhim energjie, po ja vlen, sepse kënaqet Zoti dhe fitohet xheneti. I madhi Zot Allahu xhelle xhelalu po ta shohësh në Kur'anin famular. Gjëja e tretë që përmendet në Kur'an është familja. El-Fatiha është surja e parë apo jo? El-Baqara surja e dytë. Pastaj kush sura është? Ali Imran. El-Fatiha besa mes robit dhe Zotit. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. O Allah, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. El-Baqara rregullat dhe ligjet. Ajetul Kursi, dy ajetet fundësuese të Bekare, rregullat, pothuajse ligjet e Islamit janë pothuajse të gjitha surën e Bekare. Pastaj vjen sura tu Ali Imran, familja e Imranit. Pra Zoti thot, o besimtar, ju që keni dhënë besën Zotit, ju që mani vetëm për besimtar dhe ecni në rrugën e Zotit dhe në ligjet e Zotit, duhet të keni një familje sa më të konsoliduar, një familje sa më të mbajtur, sa më të ruajtur. Por gjithë secili ka pozicionin e vet, por gjithë secili ka rolin e vet, ku askush nuk ja zën vendin tjetrit. Bab s'bëhet askush dhe non nuk bëhet askush. Po edhe gruaja ka vendin e vet që nuk e zëvendëson dot askush dhe gjithë secili ka pozicionin e vet dhe ti në një moment je bashkëshort një gruaje, por në të njëjtën kohë je biri një nëne dhe në të njëjtën kohë je biri një babe dhe në të njëjtën kohë je dhëndri i
2 vjerrive dhe në të njëjtën kohë je vllai i vëllezërve apo i motrave. Dhe ti do të jesh, si më thënë ai ekuilibruesi i gjithë situatës. Se vjen një moment që lu nona menç, i bjen qaf nusës. Po çfarë faj ka nusja? Po çfarë ti thosh nonës? Vjen një moment që lu baba menç, i bjen qaf nusës. Po çfarë ti thosh babës, sa është babë, duhet me marr drejtësi. Po vjen një moment që nusja lu menç, thot se jetoj me këta. Do ndalin vete, pse ka i kjo kohë, kanë ecë kohët përpara. Po çfarë të bësh? Je me fëmijë, do çfarë të bësh? Andaj njeriu më kur, kështu që njeriu besimtari është në një, le të themi, në një situatë që në familjen e tij i jep gjithë secilit pozicionin e vet, i jep gjithë secilit hapun e vet, pa prish situatat, po edhe duke ruajtur ekuilibrat. Për këtë arsye dhe shpërblimi është shumë i madh. Se Zoti i madh nuk e ka quajtur këtë që unë po them xhihad si lufta, vetëm se ka siklete brenda, ka strese brenda. Se po t'ishte puna kaq e kollajshme, atëherë do t'ishin gjithë fitimtar, po jo të gjithë dalin fitimtar. I ke parë ti njerëzit si shkatrojnë gjërat? O kalon me krah këtej, o kalon me krah këtej, o bëhen me krah këtej dhe nuk do i ruajnë ekuilibrat. Sa herë na ka ndodhur neve që kur lexojmë pyetje përgjigjet, i themi fajin këtu e ka burri, se ka as nona as nusja. Po ka fajin burri duhet të dalë çuni me fjalë. Dhondri, ky duhet të dalë situatës. Mballë dhe thot, "Gjo, veni jot marron këtu, kufini jot marron këtu." Jo, po ne kemi traditë se flet baba, do t'i japi baba leje nuses kur dali. Ka i nga jo kohë tani, jemi në kohë tjetër shoku. Jo, po duhet t'i mbash leje mamit, nonës, qatë thot no, për o vlla, bota ka jetë shumë për para. Gruaja me leje ke burri, jo ke nona burri. Jo, po ne kështu e kemi pas Zoti shpërblet. Po, kohët nuk janë më njësoj. I madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu na ka dërguar se xheneti për cilin ne e kërkojmë, xheneti i cilin ne e duam, faktikisht është i gjithë në familje. Si në familje. Ai tha, xheneti ka 8 dyert, apo jo? Tha dera e mesit e xhenetit e ka emrin prindërit. Tha njëri nga pejgamberi i Zotit, e kam shkruajtur emrin me shkun luftë. Po nonën e kom lënë duke qafë. I tha pejgamberi sa më shkoj rri nonës shërbej ke komët, sa atje ke xhenetin. Ti rri ke nona, në rregull. Xheneti ku ke nona. Pejgamberi alayhis salam kur foli për burrin dhe për gruan, çfarë i tha grave? Dhe i bindet burrit të vetë ka të sigurt 8 dyert e xhenetit i hapen gruas. Prap xhenetin familje. Pastaj tha, ai njeri tha që rrit 3, 2, tha i sa bio dhe 1, po ta kishin pyet, ka pasur thonë po, goca dhe i edukon. Derisa ti martoi, Allahu ja ka siguruar xhenetin dhe të ta ruaj zjarrin xhenet. Prap xheneti doli. Ai tha që ka 3 motra ose 2 motra, tha i sa bio po të kishin thonë po 1, edhe 1 ka pasur na thonë, tha po kujdeset për motra, derisa ti martoi, me besim dhe me edukat e ka siguruar prap xheneti doli në lojë prap, pa ku xheneti i gjithë në familje. Ai xhenet që ne lodhemi dhe rropatemi për të, faktikisht që e ka gjithë në familje. Shi çfarë vlerësimi të madh i ka dhënë madhi Zot Allahu xhella xhelaluhu. Për gjërave interesante në fen tonë që tregon se çfarë vendi ka, thot e ka bërë Allahu xhella xhelaluhu familjen vendin ku bien gjunahet dhe mëkatet e njeriut. Si? Familja, ne e përmenëm pak më herë, ka stres në vete, ka hallë dhe siklete dhe punë, furnizimi, edukimi, ruajtja e ekuilibrave e tjerë. Gjitha këto, tha pejgamberi alayhis salam, i shërbejnë besimtarit që t'i bin gjunahet e tij. Ka shumë metoda se si bin gjunahet. Abdesi bin gjunahet, vajtja për në xhami bin gjunahet, falja namazit bin gjunahet, dhënia e zakatit bin gjunahet, agjërimi bin gjunahet. Ka shumë forma se si bin gjunahet. Një nga format se si bin gjunahet janë sikletet e njeriu në shtëpi dhe në familje.
Pse? Dy arsye. E para se ka thënë pejgamberi alayhis salam, ngarkesat e njeriut me gjunahe ndodhin, shkarkesat e këtyre pra ngarkesave të njeriut me gjunahe ndodhin në familje. Ka bërë Zoti ta tillë situatën që ti kur përplasësh nuk shkon punën mirë, shkarkohesh. Pse? Sepse ta pejgamberi sa në një hadith, tha besimtari, tha, kur kalon në stres, kur kalon në gjendje të vështirë, tha Zoti i fshin gjunahet dhe i ngren gradën. Dhe faktikisht nga njëherë njeriu mena familjes kalon situata shumë vështira. E i ka bëu Allahu xhelel xhelalu këto situata të vështira që ti të pastrohesh. Ose që ti të ngrihesh në grad shumë të lartë, pra sebeb që ti të lartësohesh shumë. Ndoshta dikush thotë po s'kam gjinofe vëlla. Po shumë mirë, ta ka bëu Zoti këtë sprovë në familje që ti të ngrihesh edhe më lart tek i madhi Zot Allahu xhella xhelalu. E ka treguar Islami pozicionin e familjes duke treguar që familja nuk është thjesht me bo fëmijë, po ka treguar që familja do të thotë babat nifet si babë, nonat nifet si non, gruajat nifet si gru, fëmijët kanë rolin e vet, pozicionin e vet, gjithë secilin familje ka detyra, gjithë secilin familje ka të drejta, gjithë secilin familje ka detyrime. Pra nuk e kalon Islami idenë e familjes gjëra të bukura që fliten. Jo më burri ka këto detyra ato, 2, 3, 4, 5. Gruaja ka këto detyra, 1, 2, 3, 4, 5. Burri ka këto të drejta, 1, 2, 3, 4, 5. Gruaja ka këto të drejta, 1, 2, 3, 4, 5. Pra nuk e ka lënë çështje kështu filozofike, edhe kemi fol bukur për familjen. Jo, burri ka 1, 2, 3 do të përgjigjet. Po edhe gruaja do të përgjigjet. I ka dhënë gjithë secilit detyra dhe i ka dhënë gjithë secilit të drejta. Dhe atëherë merr kuptim gjëja dhe atëherë bëhet e bukur gjëja. E ka bërë Allahu xhelel xhelalu familjen vendin ku derdhet bekimi i tij. Siç është xhamia që derdhet bekimi i Zotit kur mblidhen njerëz kur falen të tjerë, edhe familja dëgjojeni këtë, kur mblidhen antarët e familjes derdhet bekimi i Zotit. Dëgjojeni atë të bukur. Tha njëri o pejgamberi i Zotit tha, na ndodhi fenomeni çuditshëm. Tha cili është fenomeni? Tha hajnë po nuk ngopeni. Gjoj çfarë tha? La'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Tha ndoshta hani veç e veç. Mblidhuni kur të hani ushqim. Subhanallah. Që t'ju japi Zoti bereqet dhe bekim. T'ju japi Zoti marsi, si më thënë. Ka bërë Allahu xhellal xhelaluhu familjen stacionin e parë ku njeriu mund të mori sevapin e sadakas. Ne kur flasim për sadakan, mendojmë është dikush i varfër ta animojmë. Është një jetim ta animojmë. Ky është koncepti i saktë mbi sadakan. Pejgamberi alayhis salam na tregon se stacioni i parë ku duhet kaloj sadakaja jonë është familja jonë. Si? Tha kur ti e shpenzon 1 dirhem apo 1 dinar për familjen tate, të shkruhet tek Allahu si kur ke dhënë sadakan. Po më po, kur shpenzo për gruan tate, i ble asaj fustane, i ble asaj gjëra të mira, ty të shkruhet tek Allahu sadaka. Kur shpenzo për fëmijët e tuaj, ty të shkruhet tek Allahu sadaka, sikur ke dhënë sadaka. Nuk hum gjotë tek Allahu xhelel xhelalu. Po sadakaja më e mirë në një hadith tjetër ka thënë, sadakaja më e mirë e njeriu është sadakaja e tij në familjen e tij, në shtëpinë e tij. Po ne kemi rastë për shkak sahabët i kishin sadaka, dakor, po nuk do të thosë se kanë pastruar familjen mangë. Pra ka bërë familjen stacionin e parë ku njeriu mund t'japi dhe i shkruhet sadaka, i shkruhet sikur ka dhënë sadaka për njerëzit që janë jashtë. Pse? Sepse mirësia e njeriu më së pari duhet të derdhet tek familja e tij. Ç'nduhet me njëri i cili man jetimat, e bën ku dëgjon e tjerë, dhe si ka blerë dhurat grus vet, për shembull, s'ka blerë dhurat fëmijëve vet, nuk i ka mbledh, nuk i ka gëzu, ç'mund të sadakaja që jepej në Afrikë apo në Australi, për shembull. E ka bërë i madhi Zot Allahu xhelel xhelaluhu vëllezërin dhe motra familjen laboratorin e tregueshmërisë se kush është më i miri prej nesh, si për burrat edhe për gratë. Pejgamberi alayhis salam tha,
më i mirë në mesin e muslimanëve është ai që është më i mirë me familjen e tij, me bashkëshortën e tij. Më i mirë në mesin e muslimanëve. Dhe tha, gruaja më e mirë, gjoj sa e bukur është kjo vëlla. Gruaja më e mirë, kush është gruaja më e mirë? Tha, gruaja më e mirë është ajo grua që kur vjen një ditë burri i mërzit, se burri dhe mërzitet jashtë, stresohet. Edhe s'do mua bet fare. E ke parasysh kur robi ka i siklet, ka i hall me biznesin, me punën, mund të ketë ndonjë një paralajmërim, mund të ketë problem. Dhe s'do me fol me njëri. Sa pejgamberi alayhis salam i vjen gruaja pa afër. Ja merr dorën. Ora me të mësu. Ja merr dorën. Ja fërkon thot butë, letet e s'po e bëj hoxhës. Ja merr dorën, ja fërkon leta, butë. E ky që është i mërzit dhe e tërheq. Ajo ja merr prap, ja fërkon. Ky që e tërheq, ka hall tjetër si kletit, ja merr prap. Deri sa ti thot, pasha Zotin, unë nuk do të lumturohem, deri sa të shoh ty duke buzëqesh o burrin. Tha, kjo është gruaja më e mirë. Kam vdek, është falë gjinoze. Tha pejgamberi alayhis salam, të alecojmë çik motra dhe situatën. Tha pejgamberi alayhis salam, ajo grua që i falet Zotit 5 herë në ditë, agjeron Ramazanin, ruan nderin, i bindet burrit të vet dhe e respekton, Allahu do t'ja hapi ta 8 dyert e xhenetit. Namaz falim gjithë, shiqër Zotit. Agjerim bëjmë gjithë, shiqër Zotit. Po edhe ne inshallah e ruajmë gjithë inshallah, me shpejt Zotit. Mi po gratë, shumica gratë ngelin nga kjo e katra. Është razim me ngjuh gjithë gratë e lagjës, gjithë shoqet, gjithë kushërinjat, gjithë njerëzimin me ngjuh, kur i thot burri mos e bën. Kur i thot burri boje se bën. Shudi vallaj, unë e kam thonë një herë hutbë xhumas, tash gratë tashun e kanë më të lehtë xhenetin sa burrat, ishin mërzit burrat për Zotin. Si tha hoxha thon hutbë, që gratë e kanë më të lehtë xhenetin. Po e kanë më të lehtë valla namaz, agjerim, me rujt nerin, me ju bin burrit. Po faktikisht shumica e grave ngeli kjo e katra. E ka shumë vërtet këtë pjesë. Alhamdulillah. Gjitha këto që ne përmendën prej ajeteve kuranore, prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, tregojnë rëndësinë, peshën që i ka dhënë Islami familjes dhe roleve në familje dhe mos përplasjes së roleve, mos ndërhyrjes në role. Gjithë secili duhet marrë pozicionin e vet dhe duhet jetë i kënaq me pozicionin që i ka fali madhe Zot. Është më i mirë pozicionin që ka dhënë Zoti se sa i pozicioni që ti do t'i imponosh të anëtarët e tjerë të familjes. Le të vim tek pika e tretë, nuk e di si jeni në kohën sheh, që si të sillemi kur ka konflikte dhe debate në jetën bashkëtorë. O vëllezër, që të ketë debate dhe konflikte në jetën bashkëtorë është diçka e natyrshme. Që të ketë problematika në familje është normalitet. Ti je i sigurt se kur s'ka probleme një familje është një problem shumë i madh. Kur një familje s'ka probleme fare, ora ka ndodhur diçka aty se po që njëri do të ketë, është normale. Unë gjithmonë e them, kur bëjmë një kafë, them, ne themi Kur'anin, fjala e Zotit, të përgjigjet i s'ka më, kështu është faktikisht. Po ta shohësh Kur'anin, kemi 3 raste që Zoti përmend debatin e pejgamberit, zënkën, në fojza, e pejgamberit alayhis salam me kë, me nënat e besimtarëve, më i mirë i Zotit, me nënat tona, nënat e besimtarëve. Po mirë pyetja, nuk do të ishte më mirë që këto gjona mos përmendesin në Kur'an fare?
Dikush mund thotë valla, më mirë mos përmendeshin. Jo, i ka përmend Zoti me na tregu neve që të ketë debat në familje, të ketë zën ka familje është normale. Puna është se si ne reagojmë mbas asaj, se si zgjidhim problemet, por që do të ketë probleme, do të ketë probleme. Ato ishin në xhenet, e bën problem, hongrin pemën. A çau mungoj të në xhenet aty, ne? Asi gjose mund, jo aty, po çfarë do të hajnë pemën, ata kështu nge pemën. Është normale që njëri të gabojë. Se po mos kishin hongër pemën ato sot, nuk do të mishin ne në Stuttgart, Gjermani sot. Dhe ishin vetëm ato dy në xhenet, hapi boj qef vetëm 2 persona atje. Kurse kështu kanë për të futur në xhenet, sa kanë për të futur? Me miliona e me miliarda njerëz, alhamdulillah. Kështu që është normale që të ketë problematikë. Është normale fare. Puna është se si të zgjidhim, si mos të japim rëndësinë më të madhe se sa duhet, si mos të zhvlerësojmë gjërat që janë me vlerë dhe si mos të japim vlerë gjërave pa vlerë, si mos të zmadhojmë gjërat e vogla dhe si mos të zvoglojmë gjërat që janë shumë të mëdha. Kjo është ideja. Po që do të ketë debate, do të ketë, është normale. Për këtë është tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke treguar burrin më të mirë prap dhe gruan më të mirë. Tha burri më i mirë është ai gjoje që kur gruaja e tij gabon nuk mërzitet. Nuk tha nuk e sha kanona, nuk tha e sha me libër shtëpie, nuk tha i gjumë më rryp apo më kpuc. Tha nuk mërzitet. Nuk mërzitet kur gruaja e tij gabon. Po kështu dhe gruaja më e mirë është ajo që nuk mërzitet kur burri i saj gabon. Po që ka normale që të gabojë njeriu, po na thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse njeriu ka prirje që të kërkojë perfeksionin këtë tjetri, idealizmin tek tjetri. Ndërkohë që vetë nuk është, a jeti pa gabime? Jo, pa do unë kam të mijat. Atëherë siç keti tujat, ka dhe gruaja ato të vetat. Siç ka ket jo motra ime, le të themi ato të tua, që edhe unë kam gabimet e mia thot X motër, atëherë po edhe burri ka ato të vetat. Çfarë do të bëjmë? Ta shkatrojmë projektin, ta hedhin. Jo më do të durojmë, hajde të përmirësojmë, hajde të rregullojmë, po e ta gjujmë. Jo ta hedhin. Se nëse ne shkatrojmë projektin e familjes, kënaqet shejtani, hidhrohet Rahmani dhe prishet jetën tonë. Atëherë, kjo gjëja ka nevojë për sakrificë. Ka nevojë me i mbajtë ca gjëra. A tham ne sevap, a tham ne shpërblim. Po ky pra është shpërblimi dhe sevapi, që njeriu ca gjëra ti përtypi, që njeriu ca gjëra ti kaloj. Më ka ndodhur një herë, më ka ardhur një çift, tano hol, vin këti, se kina dhe barë, thajtë, ullën, dhe di ullën, e një gjojshë. Vite me qesh për zonë. Ta kishin apërësisht 1 vit marrpun. Vite me qesh. Edhe një gjojshë, ta shëmbarut, po. Po të i ke gjojshë, ta shë disi është punë, do të trajtoj këtë që thati ju, por, unë të kishen qizu juve sot, edhe të nvishin mas 10 vjeç, e në të thosha, hajde në gjojë, hajde këto hajde. Hajde në gjojë që më kini folë mu në vitin e parë të martesës që mua bede dhe bojshin. Pse? Sepse njeriu, nga që nuk ka pjekurin, nga që nuk ka eksperiencën, nga njerë je për rëndësi gjëve që nuk ka në rëndësi të madhe. Ashtu si që ndodhë dhe kundërta, nuk i je për rëndësi asaj gjë që ka rëndësi të madhe. Për këtë arsye njeriu duhet pyesi, duhet konsultohet, duhet marrë eksperiencë nga njerëzit e mirë, se ka njerëz shejtan. Si ta ka bëu kështu? Po ti joni isha nda me kolla. Ose më të shkoj konsilot, ua, edhe këtë ta ka bërë, ua, ti isha unë nuk e doroja hurë. Kjo, e menqëmja, kjo, e zgjuta kjo. Ua, unë se doroja hurë, më të ma bërë. Kush fiton? Drejqi. Kush fiton? Shejtani. Subhanallah. Kështu që në jetën bashkërtore që të ketë momente, është normale. Të të tregoj 2 gjëra interesante. Shkon njoni, kishte bot. Të tregoj historinë e Omerit një herë. Vjen një ditë Omeri në shtëpi. Omer me Khattabi, ke parasysh. Edhe po i fliste gruas, ai s'pa kthete hiç. Ke parasysh mos ta kthesh Omerin, ke parasysh? Mos ta kthesh Omerin radiallahu anhu. I fliste ky hiç. Kollet Omer.
O i filani, tha. I tha, ja, gjoje. Pse tha, mos të duket vetja më e mirë, tha se Resulullah ty, tha. Se pejgamberi në sëram, tha, e gjujzoj me, rallë. Tha me, po pse? Më ka thonë Hafsa ishte goca kujt. E Omeri, nuk se e kujt, e pejgamberi, na nodh, tregon kjo tani çfarë nodh është shtip pejgamberit o vëllezër. Na nodh që ndoshta i dite nuk i flasin me gojë pejgamberit alayhis salam primet mërzitme. Subhanallah, la ilaha illallah. I Omeri, paroj puna me. Vjen një ditë i burr tek Omer ibn Khattabi. Kishte po lavën e ky shkel, këtë pysta do të pyes Omeri sa ai ti e zgjidhje. Edhe aq shumë ishte mërzit i shkreti, sa që e kishte kalu atë, si më thon, gardhin e shtëpisë Omerit, kishte shku deri ke dera Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Ku shkon te kjo dera në xhanxhuar atë me debat. Hajde, ta vjen herë me zgjidh problem ky që e kanë hall për vete. Edhe çfarë boni më u kthy mrapsh. Kur boni më u kthy mrapsh Omeri pa hije, edhe doli jashtë. O filani tha, jo s'ka gjë. Hajde më këtu tha. Çfarë tha po përgjoj se tha? Jo, prisin besimtarë dhe s'po përgjoj. Po shpatë tha. Tha, jo, prisin besimtarë, po kështu i tha. Omeri tha, kështu është gjitha nej, tha, mos e vrit lenjë. Kështu është gjitha nej, mos e vrit lenjë. Hoxha Abdelkader Arnauti, një dietar madh i hadithit që ka jetuar në Sham në Siri, tregon një herë, thot, na tregon të neve në Zanzibar, se ne vizitojshim shpesh shejkhun, tha, bjerë një herë se shehu në Madhikindis, deri në akşam priste njerëzit. Kushdo që shkonte për pyetje përgjigje, priste njerëzit. Bjerë një herë dera, tha, njëri për studentët e pak dera shef një generalin më të madh të Sirisë. Ke dera. Ai thotë shehi, thotë me shenjë, thotë kupton shehu që gjithë dikush edhe çohet vetë. Atë derë, tha shehu, kur e pash atë aty, tha, mo thash mo, çfarë pasa bova kini që. I thotë kisha një pyetje, tha. Allah, thotë, ato të hapni rrugën, e çfarë fut atje kishte në fund fare, kishte një si dhomë kështu. Thotë, po çfarë ke, thotë. I ke parasysh se amë të mënja kur. Thotë ti më besoj, thotë shehu. Se s'njohën, thot, kam një halli, thot. Që halli ke? Thot, s'më gjonë gruja. Thot, hiç fare, thot, nuk nga varë, hiç, thot. Thot, unë jam generali, thot, komandanti, thot, i gjithë Siris, thot, aja më bënë si komandant. Kështu që, thot, mi për recet, thot, shehu, thot, mi për recet, thot, si dalë për situatës. Shehu, kur e pa që ishte vjallë, o komandantit, o general, të gjithë e kemi nga i general ke shpia, tha, që që më së vrit me një po, për ty shtyje me ujë. Shtyje me ujë, tha, se gjithë e kemi nga i general ke shpia. Mirë, atëherë, letë ndalemi në ca pika, insha Allahu Teala. E para gjë, ne duhet kuptojmë se Zoti na ka push me njëri tjetrin se kemi hapësirë plotësuese, kemi nevojë me u plotësu. Se po të ishte burri perfekcion, po të ishte gruaja perfekcion, nuk kishte nevojë me u bashku më. Por gjithë secili ka të hapësirën e vet që ka nevojë me u plotësu, me u përmirësu dhe me u rregullu. Kështu që mos e shiko situatën sikur po bëhet konkurrencë. Nuk ka konkurrencë. Është puna si me rregullu dhe me përmirësu dhe me plotësu. As ti nuk e konkuron bashkëshortën tënde në feminitetin e saj, në dashurinë që buron prej asaj, në emocionin e saj, dhe nuk mund ta konkurrojë burrin në le të themi përgjegjësitë që ai mban mbi supe, mbi le të themi logjikën dhe arsyen e mprejtë që ka etj. Janë gjithë secili në pozicionin e tij. Nuk është punë konkurrence. Puna është punë plotësimi dhe përmirësimi. Prandaj, këtu del pika e parë, nëse ti në një moment caktuar nuk ke të drejtë, pranoje apo ose nuk është e turpit më me pranë. Po, pas ke drejtë.
Po kështu edhe motra besimtare. Nëse ajo nuk ka drejt, duhet ta pranoj që nuk ka drejt. Ajo që e prish shumë punën është këmbgulja edhe masi e ka kuptuar që nuk e ka drejt. Kjo vëllezër dhe motra shkatron familjen. Se është ndryshe kur njeriu prej emocionit, prej nxehjes, prej mërzitjes e ka bërë një gabim. Okej, vjen një moment se e ka bërë Zoti njeriu të atill reflektues që njeriu e kupton. Në momentin që e kupton dhe nuk tërhiqet, këtu pastaj ky njeri po i vend dinamitin familjes. Sepse njeriu është i çuditshëm, ka një ego çuditshme njeriu. Të jap një argument për egon e njeriu. Ke parë një që i bëhet i qartë Islamin dhe kupton që është e vërteta e ardhura dhe zbohet musliman. Çfarë ndodh egoja? Mendimësia. Po kjo ndodh në shumë fusha, ndodh edhe në punë, ndodh edhe me varcin dhe përgjegjësin, ndodh në shumë situata që njeriu sqarohet ku është e vërteta, ngul kom tek vetja. Kjo gjë, nëse nuk rregullohet, shkatron gjithçka. Sepse çfarë bën? Kjo hap një plag tjetër, hap një plag tjetër dhe bëhet dieta e pa përballueshme. Se dikush mund të përballojë një herë që ti ngul kom, kot, te gabimet dhe tek e pa drejta, po kur bëhet për herë dytë, kur të bëhet dhes, kur të bëhet rrugë, s'ban më njeriu vllai. Për këtë arsye, në momentin që kupton se ke gabu, tërhiqu. Dhe më e bukur është ta pranosh. Kjo është më e bukur. Po, më Allah pas më gabu. Kushdo qoftë gabimtari. Pse? Se çdo njeri në zemrën e tij e ka një melek. E ai meleku, edhe pse fiton ti në debat, edhe pse tu kom drejtë godit të tavolinën, pa ai meleku nuk të lën rahat ai. Ai s'lën rahat, ja futet pa të shoku. O shoku ke fol kot, jen gabim. Folaj për mrena. E ke gabim. Flej gjumë dhe, a i thot derisa të dhe gjumë, ke po gabim. Nëse ti vazhdon pastaj prap, atëherë ky është problemi jot shumë i madh. 2. I madhi Zotë Allahu xhalla xhelalu më tha: "Wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd." Lirrijali nasibun mimma kasabu walin-nisa'i nasibun mimma kasabna. Çdo njeriu Zoti i ka çdo antar i familjes Zoti i ka dhënë një pozicion. Mos te i kalo kufit e tu. Pra, burri, thot Zoti në Kur'an, është shtylla e shtëpisë, përgjegjësi i familjes. Nesër pas nesër, nëse fëmia jot apo fëmia i bën diçka, si thuhet në popull, djali i kujt? Djali filan, biri filan, apo nuk është kështu, me drejt. Atë përgjegjësia kryesore bie mbi burrin familje. Për këtë arsye nuk ka thënë kot ai që burrit ne ju binden me respekt, sepse barra, pesha më e madhe bie mbi burrin. Po ne nuk themi kur burri lumensh, kur burri ja fut kot, po themi në përgjithësi, kur gjëra për shembull pa qarta etj, vulën, kush ja vën muhabetin, ja vën vulën burrit. Pse? Sepse Zoti e ka bërë ta tillë pozicionin e burrit dhe Zoti më ka bërë ta tillë pozicionin e gruas. Pse? Sepse ai është krijuesi dhe ai e din shumë mirë se kush është për këtë punë dhe kush është për këtë punë. Jo thua se ka barazi, po si mund ta pasë barazi? Ka drejtësi, nuk ka barazi. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Me të vërtetë janë barabartë para Zotit të dy, burri me gruan, po burri ka një shkallë më të lartë përgjegjësie dhe amaneti. Normalisht vëllai. E gjithë secili duhet të respektojë rolin dhe pozicionin. Por ka gjëra që nuk i bëjnë ne dot kurrë ne burrat, kurrë. Nuk mund të bëjmë ne dot ca gjëra që i bëjnë gratë tona. Nuk i bëjmë kurrë valla, sado që të mundohemi. Po edhe sa gjëra të tjera shumë që gratë tona nuk i bëjnë dot, po i bëjnë vetëm ne. Se kështu e ka nda Zoti këtë punë. E ka nda Zoti me drejtësi, jo me barazi. I ka dhënë gjithë secilit pozicionin e vet. I ka dhënë burrit saba burri dhe i ka dhënë gruas saba gruaja. Tjetra. Kur flasim ne për durimin, ka thënë Zoti,
Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu durimtarët do t'i shpërblej pa hesab. Po kjo nuk është vetëm fjala për durim kur shajoni ke rruga. Ajo është okay. Po kjo bën fjalë edhe për durimin në familje, kur ta thot baba i llaf. Duroj apo. Nuk e kap më vlla, nuk e kap. Allahu ta shpërblet, pa Zotit në rrugë. Nona, kur gruaja fut kot në herë, Allahu ta shpërblet. Hajde inshallah, e shohim. Mos rritu e sqaru muhabetin, tu e stërhollu muhabetin, Allah, hajde inshallah, bëj sabër. Ka thënë Zoti në Kur'an, sabur ka thënë Imam Zot. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an fasbir, fa ma sabruka illa billah. Duro për hatër të Zotit. Duro për hatër të Zotit. Janë ca situata që burri duhet duroj, po edhe gruaja, janë disa situata që duhet duroj për hatër të Zotit. Po ja tha vjera i llafo, po pastaj se ja tha i llafo burr, se nuk u bë çameti më burri dhe pse ja tha vlla vjera i llaf, u bë nomi të dalin vete. Po pse se më tha kështu? Pa hajër më inshallah. Ky burri që fle për not me të, nga kjo vjera shëmtuat ka ardhur. Nga kjo plaka zevzeke ka ardhur. Po çfarë po thon? Ta tha vjera i llaf, po duro më ja. Le të jetë durimi yt për hatër të Zotit. Janë fëmijët mes, është burri jot mes. Është familja jote, është familja e tij. Është jeta e ngritur prej 30 vitesh. A gjuhet? Jo më vëlla duro për hatër të Zotit. Po çfarë fitojnë? Do ta kompensoj Allahu xhalla xhelaluhu. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Allahu nuk e humb as grimcën më të vogël të mirësisë. E jo më dikush sakrifikon prej vetes ti, mos me shkatru familjen, mos me prish familjen, etj. Po më vëlla duhet më duru. A themin e durimi është gjysma e imanit. Imani është 2 pjesë. Falënderim edhe durim. Po nuk durove në familjen. Po nuk patë durim familjen. Po që më duhet mu se je i durushëm me drejtorin të në vlla. Je i durushëm me shokët të në. Që më duhet mu, durimi jot kryesor duhet duket në familjen tate. Me gruan tate. Dhe durimi kryesor i femrave duhet duket në durimin e tyre ndaj burrave të tyre. Se me të vërtetë ai mund të ketë ngarkesë, mund të ketë situata shumë vështira, vjen dhe ti do në dhe ti muhabet në fjalë. Ndërkohë që ati i kanë marrë të gjitha llafet. A i ka nevojë 2-3 orë të menohet, të mori furnizim fjallësh. Do në dhe ti prapë muhabet gjysmën e natës. Po lëre jetë marrë frym, qetësohet, taj buk, pi çaj. Edhe pastaj fillon muhabetin. Koha, ilaçi më i mirë. Janë shumë gjona që ndodhen në jetën bashkëtorë, në familje, që po t'ja lejsh kohës zgjidhet problemi pa merr fare. Nga njerë, ne duhet të japim zgjidhjen në moment gjërave. Dhe nuk ja lejmë kohës. 2 ditë ndoshta me prit, ka marrë histori, është zgjidh problemi. Leja kohës sa gjëra. Se me kalimin e kohës, duke mos e zgjidh problemin në moment, do sqarohen shumë gjona, do të vinë ca lajme të tjera, do të morësh një panoramë më të qartë mbi situatën, mbi rrethanat, mbi kushtet, edhe ndoshta nuk ka nevojë me u harxhu shumë nga energjia jote, ndërkohë që ti bjerë Zoti gjonat shumë më të qarta me kalimin e kohës. Tjetra prapë që ka të bëjë me kohën është i jepi më shumë kohë familjes. Jepi më shumë kohë. Unë nuk e kuptoj vallahi bilaj për Zotin që një vlla besimtar ditë për ditë del pi kaje, del pi çaje, del pi kafe, del haje, pi kullëzionet e tjerë dhe nuk ka kohë me dalë me gruën dhe vallahi bilaj për Zotin ky më duket mu anormal. Ky më duket i transformuar. Kanë bërë efekte ka i vaksinat. S'ka mundësi më valla për Zotin. Si mos gjesh kohë për gruan tatë valla, për nonën e fëmijëve të tuaj valla. Ç'është kjo dashuri që tu adhuron shokëve, njerëzve, kolektivit, e gjithëve, kur vjen puna për gruan tatë s'ke kohë. Por valla shtëpia nuk është hotel. Ka nevojë dhe gruaja me dalë, ka nevojë gruaja me net me ty, ka nevojë fëmijët me net me ty, ka nevojë me ngjuh, me pa, me ul. Koha, jepi kohën. Po kështu dhe gruaja duhet japi kohën burrit vet. Nuk duhet të angazhohet gruaja kur vjen burri në shtëpi. Nuk duhet të angazhohet, duhet të rri burrit.
Se burri që s'ka pa me sy gjatë ditës. Edhe ti i zhdukesh në përshpi, s'shef as ty. I zhdukesh i hum edhe ti. Po rrit ti të paktësh, se mjaft ka pa gjatë gjithë ditës. Paktën të shofi ty. Si thosht ai Abdullah ibn Abbasi, kur vite me u fut në Medinë, shkojte me i dhen atje u lajte, u pastronte, u krishte. Ibn Abbasi, ishte koka e tefsirit. Edhe i thot, o shoku profetit, alisam, thot, e kam dhënë e këtë shpesh të këti, thot, që kur vjen nga udhimi, nuk shko deri ke shtëpia, si hu gardhi, pa shko një herë, lahesh, pastrohesh, rregullohesh, krifesh, parfumos, pastaj shko ke shtëpia. Çfarë tha Abdullah ibn Abbasi? Thot, gjota, siç duam ne tha që ti shohim gratë në formën më të mirë dhe më të bukur, edhe gratë kështu duam na shohin neve. Kështu që gruaja e mirë, femra e mirë është ajo e cila e kënaq burrin e vet me paraqitjen e saj. Tha pejgamberi alayhis salam, gruaja më e mirë është ajo që të kënaq kur e sheh, ajo e cila ruan nderin dhe pasurinë tënde kur ti mungon prej saj. A më një nga gjërat thash, kënaq kur e sheh. Tjetra. Situata në jetën bashkëshortore mund të ketë një zgjidhje shumë të thjeshtë nëse njeriu e mendon dhe e konsulton me njerëzit e duhur. Nganjëherë mund të jetë gjëja shumë e thjeshtë, vetëm duhet me gjetë njeriu e duhur me konsultu me ta. Në momentin që konsultohesh, e gjen zgjidhjen më njëherë. Ka ndodhur kohën e pejgamberit sa që pejgamberi ka pas një debat. Vetë pejgamberi sa me nënat e besimtarëve. Unë përmend gjithmonë si shembull vëllezër. Ka dalë pejgamberi, ka qenë shtëpia e pejgamberit se dera atje. Shihni derën atje? A shihni derën atje? Dera e pejgamberit ka qenë si dera atje. Kur dilte pejgamberi se nga dera, hyte në xhami, pastaj dilte ka dera këtu për shembull si dilte ka rruga kryesore. Ka dalë ditë pejgamberi se nga dera, kishte lidh çarçafin kohë. E kishin bën me dhimbje kohën. Pejgamberi alayhis salam e kishin bën me dhimbje kohën. Ti tani thuaj po folë po. Pejgamberi i ka dhimbë koka. Ënë, shef Omer de Allahu nuk e pa pejgamberi sa se vetën që kishte dalë ku fut menda. Edhe shkon Omeri tani. E pa Omeri që ishte puna keq. Do të pejgamberi zotë, di çfarë kanë ndodhur sot e thotë. Pejgamberi e Islam. Edhe i përmeni i gjotë në gjashme që i kështë do pejgamberi me gocën e vetë, se ishte nusja e pejgamberit ishte goca Omer. E filloi pejgamberi se duke qesh. E hoqë atë u qiu. Kur gjen njeriu në duhur në një herë, o thotë po vlla, po mos e prit më në bursë kështu në gjithë halli ke, po mos ka gjë nuk. Se vjen njeriu të rënohen ca gjona që s'janë asgjë për të rënuar. Tjetra, ktheje shpinën tate në vend ku futen me lajket. A do mos kesh probleme. Ktheje shpinën tate në vend ku futen me lajket. Ku futen me lajket? Aty ku lexohet Kurani. Ku futen me lajket? Aty ku falet namaz bashkë, familjarët. Ku futen me lajket? Aty ku çohen anëtarët e familjes para sabahut falin namaz natën. Ku nuk futen me lajket? Thot aty ku ka piktura dhe skulptura të varura ose qenë mrena në shtëpi. Nuk futen me lajket aty. Ku nuk futen me lajket? Kur ti futesh në shtëpi, pa bismillah, pa selam aleikum, pa asnjë gjë. Shejton që kanë qenë me ty gjatë gjithë ditës, derdhën. Shkon me ëngër bukë dhe as bismillah asnjë gjë, si lopa. Edhe ato me ty. E në bëhen shejton me diabet. Pse? I kanë myt. I kanë myt me ushqim. Pa ktheje shpinën në vend ku futen me lajket, ku adhurohet Zoti, edhe nuk futen shejtanët edhe drejtësit, duke përmend Zotin, duke qenë i kujdesshëm e kështu me radhë. Një nga e di që të kem qortime për këtë që do të them, po ma bone Allah, po marr nga shikimia. Një nga ilaçet më të bukura o vëllezërit e mi për zgjidhjen e problemeve bashkëshortore është për Zotin. A e dëgjoj?
Se ka shumë beqarë këtu, por Allah i martohet beqarë. Amin. O Allah martohet beqarë, ja Rabbel Alamin. A e gjutë apo jo? E gjutë dhe hosh? A e gjutë, kam sinqerisht. Shtrati. Krevati. Ja me fletë gjumë, për me po punë. Pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç ti, nuk ka zgjidhës më të mirë problemesh në jetën bashkëtorë se sa shtrati. Vallai, harrot gjitha zënkat, gjitha hallet, gjitha problemet, harrohen gjitha, filloi jeta nga e para. Na bone Allah, prej gjërave që ndikojnë shumë në zgjidhjen e problematikave që ndodhin në jetën bashkëtorë, janë normale, është fakti që njeriu bën një tërheqje taktike. Nuk mundohet ta zgjidhë me njëherë problemin. Sepse janë disa gjëra që kanë nevojë për kohën e vet, më duket të përmendim pak më përpara. Kanë nevojë gjërat për kohën e vet. Leje pa bo pak tërheqje, edhe do të zgjidhet inshallah taala me kalimin e kohës dhe me sa më e mend tani po më duket sikur e përsëritem edhe një herë. Tjetër. Në jetën bashkëtorë, një problem shumë të madh, vëllezër dhe motra e shkaktojnë gjinofet tona. Vallai billah, për Zot. Gjoja, ka thonë njëri prej të parëve tanë, për sahabëve ose për tabiinëve. Gjoja, parë Zotin dhe fiksoje këtë. Unë, thot ai, se kanë qenë të pastër edhe e kuptojshim ku gabojnë. Kurse ne jena bon lumë, krejtë nëse dim ku e kemi, a e kemi për këtu a batje. Që thot ai? Unë, thoshte, e kuptoj efektin e gjynofit tim tek sjellja e gruas time. Faktikisht nuk ka asgjë mes meje dhe asaj. Po janë gjynofet e mia dhe Zoti ku ta jep? Ta jep ke gruaja, ta jep ke fëmia, ta jep se Zoti do më të pastru. Për këtë arsye, sa më larg gjynofeve, aq më pak probleme kanë familje. Sa më pak gjynofe. T'ju jap një argument tjetër. Tha pejgamberi alayhis salam, 2 njerëz duhen për hatër të Zotit. Ftofen. Tha ftofja mes tyre ka nom se njëri prej tyre ka bërë gjinof. Shok me shok, jo burrë gru. Shokët janë dashuri të Zotit, pas ndonjë interesi. Ftofen. Tha njëri prej tyre ka bërë gjinof, edhe Zoti ta u alargoi dashninë mes njëri tjetrit. U aftofi lidhjen që patën. Prandaj në qenë kujdesshëm. Tjetër, mos të harrojmë se shejtani, sfidën e tij kryesore ka shkatrimin e familjes. Mos ja bëjmë qefin shejtanit. A e dini historinë e hadithit që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo ditë shejtani i fton gjithë shejtanët e botës. Çfarë ke boti? Thot filoni për me pi uraki, mirë po s'ke bën gjë të madhe. Po ti e futa filonin mbi xhoz, mirë po s'ke bën gjë të madhe. Po ti në zina, mirë po s'ke bën gjë të madhe. Po ti filoni tha vodhi, mirë po s'ke bën gjë të madhe. Po ti tha njëri prej tyre. Tha unë tha ju vuna filanit dhe filanës burrë gru, derisa i ndava. Tha shejtani, ky iblisi, hajde këtu. Ti po, ky tha ka bo punë. E mori, e uli tek froni i tij dhe i puni kurorën në kokë për ta leru para të gjithëve, shkatroi familjen. Ne mos harrojmë se shumë herë pasha Zotin e mod shejtani i nxit punët kot, ndërkohë që po ta analizosh s'është asnjë gjë. Vallahi bile nuk është asnjë gjë për Zotin e mod. Kur analizon, a ja vledi më u shkatru familja për këtë gjë nuk ja vledi. Po si ka mundësi shkojnë në urrëtie na është mollë që vetëm ndarje s'ka zgjedhje tjetër shejtani i mallkuar. Ai ne këtë nuk do ta harrojmë kurrë. Për gjërave që ndihmojnë shumë në zgjidhje probleme familjare është me dhënë një sadaka kur ka një problem familje. Jepi sadaka me niyetin që të zgjidhet problemi, që të shuhet sherri.
Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, as-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb. Sadakaja e shumë hidhërimin e Zotit. Kur ka diçka që nuk shkon, kur ka diçka që jep sadaka, jep lëmosh, se ndoshta ajo bëhet sebeb që zgjidhet situata dhe problemi. Kam shkujtu këtu, e lë umre tu. Ka probleme, ka qenë shumë, merë kërë dhe i për umre, burë dhe. I ka dha për umre, hargjoj 2.000 euro, që problemi ka. I ka dha me kërën ta dhe në qabë, kërë të i Zotit në qabë. Në gjamit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se me thejmë shumë dil me grune, dilni në për... Bo, shkon qabë, ma i ka në dil. A ke shku në jere, Allah, ke dalë, a ke... E fundit, në renditje po është më e rëndësishme se gjitha ato që unë kam përmend. Duaja dhe lutja. Mbreti i gjithave gjërave është duaja dhe lutja. Lutju Allahun xhallahu xhelalu. Lutju Zotit që ta ruaj familjen, që ta bëj familjen ta bëj familjen sa më të mbledhur, ta bëj familjen sa më të mirë, të bëj ty shembullin më të mirë. Zoti është ai i cili na rregullon neve dhe na përmirëson. Me dua dhe me lutje. Nuk ka si arma e duas dhe e lutjes. Lutju Zotit kur bie në sejdë, për vete, për prindrit, lutju Zotit për gruan, lutju Zotit për fëmijë. Nuk ka gjë më të mirë se sa të kujtosh familjen tënde në lutjet e tua dhe në duat e tua. Edhe kur ka një situatë vështirë, o Allahu Zoti im, o Allahu Zoti im, o Allahu Zoti im, o Allahu Zoti im. Lutju Zot, e zgjidh Zoti gjithë, nuk ka të pamundur për Allahun xhallahu xhelalu. Sidomos kur njëri është i sinqert dhe ka hall edhe ka siklet. Amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Kur njëri është hall dhe siklet nuk mund të zgjidhë hallin dhe sikletin as kusht tjetër përveç Allahut xhallahu xhelalu. Ktheu Zotit me dua, me lutje. E ke për ta pasë si Zoti më ka për të rregullu, e ka për të përmirësu, e ka për të rregullu situatat, do të thosh subhanallahu. Ç'është kjo mrekulli që ndodhi? Mrekullia e duas edhe e lutjes. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ad-du'a yanfa'u lima nazala wa ma lam yanzil." Tha duaja ndryshon dhe rregullon ato gjëra që kanë ndodhur dhe ato gjëra që akoma nuk kanë ndodhur. Fa aleikum bid-du'a ya ibadallah, prandaj mos janë ndani duas o rob të Allahut. Lutju Zotit. Edhe kur i ke punë të mirë, lutju Zotit. Lutju Allahut xhallahu xhelalu. O Zot, ne e ke bë punë të mirë, familjen na maj kështu o Zot, edhe më shumë më na shto dashni me njëri tjetrin. Edhe më shumë e rregullon punët me njëri tjetrin ya rabbel alamin. Lutju Zotit xhallahu xhelalu. La in shakartum la azidannakum. Nëse më falenderoni mua, do t'u ashtoj mirësinë time ndaj jush, kështu që nëse i ke punën të rrezi, elhamdulillah, o Zoti i madh. O Zot, na maj kështu o Zot, edhe më shumë na lidh me njëri tjetrin ya rabbel alamin. E nëse ka një situatë vështirë, më së miri kujt mund t'i qahesh është Allahu xhallahu. Thua Allah Zoti, ma zgjidh këtë problem o Zot. Nxjerr prej kësaj situate o Zoti, e nuk ka dyshim se Allahu do të na përgjigjet. Lut Zotin e madh na përmirësoj neve në radhë parë, e të përmirësoj familjet tona. Lut Zotin e madh që ta bëj këtë takim, këtë tubim të falur dhe të mëshiruar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. O Allah, Zot, bëj këtë tubim njerëzish të falur dhe të mëshiruar. O Allah, Zot i gjithësisë, mos lër në mesin tonë njëri pa e falë dhe pa e mëshiruar, ya rabbel alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. O Allah, Zot, lartësoje islamin dhe muslimanët. O Allah, Zot, na udhëzo neve, na udhëzo familjet tona, na udhëzo fëmijët tonë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mëshiro prindërit tanë. Nëse dikush prej tyre ka ndruar jetë, jepi xhenetin. E kush është gjallë prej tyre, o Zoti, jepi ymër edhe jetë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mëshiro sa jemi mbi tokë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mëshiro kur të jemi mirë nën tokë. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na mëshiro kur dalim prej tokë para teje ya rabbel alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpërblet. Edhe njerë falenderoj Hoxhën, e falenderoj kryesin që na dha këtë mundësi për të takuar bashkë. Ju falenderoj juve që keni lënë kohën tuaj, mundin tuaj, hallet tuaj dhe familjet tuaja i keni lënë në ardhmë këtë takim, të në këtë tubim, Zoti u shpërblet siç din Allahu xhallahu xhallahu.